Ansambli Kavaje solli atmosferë festive në pazarin karakteristik të Gjirokastrës, ku mbrëmjen e djeshme performoi përpara dhjetra qytetarëve dhe turistëve. Tingujt e muzikës tradicionale dhe vallet popullore tërhoqën vëmendjen e të pranishmëve, duke krijuar një mbrëmje të veçantë në zemër të qytetit të butë. Përfaqësues të ansamblit u shprehën se Gjirokastra mbetet një nga qytetet ku rikthehen me kënaqësi, duke theksuar se nuk është hera e parë që performojnë në qytet. Sipas tyre, çdo dalje në skenë është një mundësi për të sjellë më pranë publikut vlerat dhe traditat e pasura të krajinës së tyre. Ne sillim të gjitha të mirat për Gjirokastrën, jo sot, po prej vitesh, se unë në Gjirokastrë kam marrë 14 vjeç. Edhe kam kënaqësinë që vim prapë, edhe aq më e madhe është në UNESCO, se ne jemi të përzier faktikisht edhe ne marrim pjesë në Berati, jemi në Berati, edhe Berati është në UNESCO, kështu që më bëhet shumë qefi për këto që vazhdon ky event, jo vetëm Gjirokastra, por të vazhdojnë të gjithë qytetet e tjera. Është një event i madh vetëm edhe për turistët. Po edhe sjell vlera sepse Gjirokastra ka qenë gjithmonë në pjedestal, me të vërtetën, tim edhe që është. Jo se kemi ardhur në festivale prej vitit 68, po ka merituar dhe e meriton. Falenderojmë bashkinë që na bëri ftesën. Jemi shumë të lumtur që vim Gjirokastër, se Gjirokastër është të vish për ditë dhe nuk gopesh. Kemi sjell disa gjëra nga folklori i përgjithshëm i vendit tonë. Mendojmë që kemi sjell diçka të bukur. Kjo performancë erdhi në kuadër të 21 vjetorit të përfshirjes së Gjirokastrës në UNESCO, një përvjetor që është shoqëruar me aktivitete të ndryshme kulturore të organizuara nga bashkia. Qëllimi është promovimi i trashëgimisë kulturore dhe rritja e interesit turistik për qytetin. Me rastin e 21 vjetorit të Gjirokastrës në UNESCO, Bashkia e Gjirokastrës ka organizuar ditën e sotme një sër aktivitetesh, ku kulmojmë mbrëmjen e sotme me ansamblin i cili vjen nga qyteti i Kavajës. Do të performojnë në sheshin përballë pllakës UNESCO-s, aty ku aktivitetet kanë nisur që prej paraditës së sotme nga ana e Bashkisë së Gjirokastrës. Do të jetë një mbrëmje fantastike, ka qytetarë dhe turistë shumë të cilët janë bërë pjesë e këtij aktiviteti, ku kemi nisur në qafën e pazarit karakteristik dhe tashmë jemi, le të themi, pozicionuar në skenën e ngritur Enkas për këtë aktivitet me rastin e 21 vjetorit të Gjirokastrës në UNESCO. Mbrëmja e kaluar u kthye në një pikë takimi mes traditës dhe turizmit, ku të huajt dhe vendasit u bën pjesë të njëjtës atmosferë festive. Eventet të tilla po kontribuojnë në gjallërimin e jetës artistike dhe në forcimin e imazhit të Gjirokastrës si një destinacion i rëndësishëm kulturor.